Përshëndetje, në këtë video do bëj edhe një prezantim mbi disa nga funksionalitetet e tjera të Intuit QuickBooks. Tashmë jemi loguar në llogarinë e krijuar në free trial në Intuit QuickBooks, në kompaninë që i kam dhënë një First Home, që është një kompani e krijuar ose ideuar nga unë për arsye prezantimi të këtij leksioni. Tani jemi loguar, jemi në dashboard dhe e supozojmë që ne tashmë kemi regjistruar klient. Në video më përpara pam edhe se si mund të krijojmë një invoice. Në këtë video do shkojmë sërish në sales, në overview dhe do shohim si do krijojmë një produkt ose një shërbim. Në product and service, unë momentalisht kam krijuar një qirash shtëpie ose vonesë në pagesë e tjerë. Jepet mundësia për të regjistruar produktin ose shërbimin që kompania, në këtë rast First Home, ofron, që janë shërbime, produkte jo inventari, bundles, dhe të gjitha këto shërbime janë të shpjeguar në fakt në prezantimin në PowerPoint, dhe në varësi të llojit të shërbimit ose produktit që ofron biznesi në fjalë, mund të bëhet edhe regjistrimi dhe konfigurimi në sistem. Ne supozojmë që është një shërbim i thjeshtë, mund të jetë një qirash shtëpie, qira mujore ose qira marketingu, dhe mund vendosni bëjmë regjistrimin e informacionit të thjeshtë, do të thotë emërtimin e këtij shërbimi. Mund të zgjedhim llojin, nëse është një produkt jo inventar, një bundle ose një service, në varësi të llojit të shërbimit që kërkoni të regjistroni ose produktit. Kategorizimin bëhet përshkrimi, përcaktimi i çmimit, të gjitha këto income accounts që janë disa forma të ardhurave në llogari, blerja, në qoftë se ky shërbim blihet nga një shërbim dhe krijohet. Në këtë moment ne kemi krijuar një shërbim të ri, i cili do listohet në momentin që, siç e kemi parë edhe në krijimin e invoice-it, në momentin që krijojmë një invoice, na jepet mundësia që ai që kemi krijuar të listohet, që në këtë rast është qirash shtëpie, të formohet, të prezantohet, të listuar tek produktet dhe shërbimet, dhe automatikisht të ketë edhe çmimin e përcaktuar. Në rastin tonë punojmë në lek, kështu që ai çmim do jetë në monedhën në cilën ju keni përzgjedhur. Dhe në këtë mënyrë listohen produktet dhe shërbimet që ofron biznesi juaj. Në momentin që kërkoni në product and service, ju listohen të gjitha produktet dhe mund të filtroni ose mund të navigoni në të gjitha shërbimet që ofron biznesi juaj. Përveç pjesës shkojmë edhe një herë në sales, që është pjesa e shërbimeve, e shitjeve, që kemi një invoice, që është një faturë. Mund të krijojmë një estimate, që është një parashikim i një çmimi ose një vlerësim tek klientët dhe tek shërbimet. Tani pak a shumë kemi mbaruar me pjesën e sales dhe mund të shkojmë tek expenses, që janë shpenzimet. Tani mbaruam me shitje, tani jemi tek shpenzimet. Tu mund të krijojmë mund të regjistrojmë suppliers, që në këtë rast janë furnitorët. Mund të importojmë ose mund edhe të shtojmë manualisht, dhe mund t'i kontrollojmë pjesën e pagesa ose keep track of money juani suppliers, që do të thotë mbajmë ose gjurmojmë sasinë e parave që i detyroheni secilit nga këtyre furnitor ose bills, që janë faturat. Në këtë rast bills është një faturë që ti detyrohesh një palë të tretë, që kompania i detyrohet një palë të tretë. E supozojmë që kemi opsion pay bills dhe mund të shënosh datën e pagesës, cash, do të thënë pjesa e pagimit, dhe regjistron një bill ose një faturë, duke përzgjedhur supplier ose furnitorin që ju sapo e keni regjistruar. Dhe nëse nuk është regjistruar
jep mundësinë për ta shtuar një të tillë, adresën ku do dërgohet fizikisht dhe kategoritë, mund të zgjedhet kostoja e një shërbimi të caktuar që kjo faturë është dhe sasia e parave. Në këtë moment juve keni ndërtuar një faturë për furnitorin me informacionet përkatëse. Mund të bën një touch që në këtë rast mund të jetë një faturë fizike ose në qoftë se është paguar si faturë, mund ta vendosni drag and drop, domethënë janë për vendosjen e dokumentave të skanuar, në qoftë se nevojitet që të bëhet bashkangjitja e kësaj e këtij e këtij e këtij opsioni, në qoftë se shoqërohet me dokumente skanuar, ju mund t'i skanoni dokumentat dhe t'i bëni attach në new transactions, që janë transakcione që ju mund të kryeni. Këtu shfaqet e gjithë lista se çfarë mund të bëni ju transaksione, me time activity, me bills, shpenzime, check, supplier credit, credit card edit, import bills, pay down credit card. Të gjitha këto janë transaksione të ndryshme që ju mund t'i realizoni për arsye të ndryshme. Përveç pjesës së shpenzimeve, ne kemi dhe pjesën e taksave. Unë thjesht do bëj një prezantim të taksave. Këtu mund të bëni një setup të taksave ose të konfiguroni sistemin e taksave. Ndoshta më mirë për këtë pjesë mund të jetë për konsultimin me një kompani biznesi që ofron shërbime për pjesën e konsultimit të konfigurimit të taksave në Intuit QuickBooks, por ky është opsioni ku bëhet e mundur instalimi ose konfigurimi i të gjithë taksave dhe përshtatje me sistemin e taksave në Shqipëri. Këtu mund të shtoni punonjës, në këtë rast kam shtuar një, mund të shtoni një punonjës të ri, duke shtuar emër mbi emër, adresën e emailit dhe datën kur ai është punësuar dhe ka një status. Po të hapni këtë punonjës, jep të gjithë informacionin mbi punonjësin dhe mund të ndryshoni statusin nga një status aktiv, mund të filloni të ndryshoni, e supozojmë që ai tashmë ka ndryshuar një departament ose ka ndryshuar vendin e punës dhe jepni dhe pagesën për orë dhe jepni informacion mbi punonjësi. Mund të krijoni listë për klientët të cilët janë me status aktiv, inaktiv ose për të gjithë punonjësit që ekzistent ose aktiv ose jo aktiv dhe në reports mund të krijoni raporte të ndryshme në QuickBooks. Pasi është populluar databaza me të gjitha informacionet mbi faturat, shpenzimet, të gjitha të dhënat financiare të biznesit tuaj, ju keni mundësi të ndërtoni fatura